Në ambientet e Muzeut Historik të Shkodrës, me iniciativën e këtij institucioni dhe muzikologut Çamil Gjyrezi, u zhvillua mbrëmja kulturore, piktura dhe muzika në muze, një aktivitet që ndërthur artin pamor me atë muzikor, duke sjellë një përvojë të veçantë për të pranishmit. Në këtë kuadër, u çel ekspozita vetjake e piktorit Ahmet Malevia me temën Dialog me ngjyrat nëpërmjet ekspresionizmit dhe abstraktes, kuruar nga profesoresha Ermira Jahja. Piktori Malevia ndaloi tek përmbajtja dhe frymëzimi i krijimeve të tij, duke theksuar se çdo tablo është një dialog shpirtëror mes ngjyrave dhe emocioneve njerëzore. Kjo ekspozita është me akrilik, jo me vaj. Komplet është me akrilik, sepse rrymat janë moderne, ka ekspresionizëm edhe abstraksion. Këto ka 20 vjet punë, mran, janë etyde, bucete edhe eksperimente të gjithë jetës, me fjalë të 20 vjetëve, janë ruajtur sistematikisht. Këtu kallëzohet të gjithë rruga krijuese e jemja. Pra gjithë fasat e krijimtarisë teme, se si ka evolu puna jeme krijuese. Pas ekspozitës, publiku u përfshi në një tjetër dimension artistik, me koncertin e flautistës së njohur Majlinda Spiro, nën titullin Magjia e tingujve të flautit në muze. Në këtë performancë morën pjesë edhe muzikantë artistë të talentuar shkodran, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe plot ndjesi. Sot është një ditë shumë e shënuar për mua. Ndodhem për të rrëfyer në shtëpinë e muzikës në Shkodrën historike dhe kaq shumë thesar për muzikën tonë, për muzikën tradicionale. Sot rrëfimi im është bashkimi i 3 botëve të ndryshme, do sjell me njëra tjetrën për të vërtetuar si ka evoluar dhe si tregon flauti si një zë i shpirtit njerëzor. Ky aktivitet mbetet një tjetër dëshmi se Shkodra mbetet një vatër e gjallë e kulturës, që bashkon breza artistësh në ndërim të shpirtit krijues dhe trashëgimisë kulturore të qytetit.